Pas një periudhë të vështirë për qytetarët e Gostivarit, nga sot ujë nga sistemi ujësiasit mund të përdoret përsëri për pije. Vendimi për heqjen e ndalesës është bërë i ditur në konferencën për shtyp pas mbledhjes së shtabit qendror të krizës të drejtuar nga kryesuesi Stojan Çangelov. Drejtori i Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë, Oliver Milanov, njoftoi zyrtarisht se rezultatet e fundit laboratorike kanë konfirmuar se uji ujësiasit të Gostivarit është i sigurt për konsum. Për të demonstruar se uji është i sigurt për pije, vetë autoritetet ishin të parët që pinë nga një gotë ujë direkt nga çezma përpara objektit të komunës së Gostivarit. Агенцията за храна и ветеринарство ги известува жителите на Гостивар дека од денес Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë njofton banorët e Gostivarit se nga sot, e premte 14 gusht 2026, uji mund të përdoret për pije. Rezultatet e fundit të marra nga ekzaminimet laboratorike konfirmojnë se uji është i rregullt nga ana mikrobiologjike dhe fiziko-kimike, përkatësisht se parametrat e ekzaminuar përfshirë edhe sasinë e klorit mbetës janë brenda kufive të parashikuar me rregulloren për kërkesat për cilësinë e ujit për pije. Me këtë janë plotësuar kushtet që uji nga sistemi i furnizimit me ujë në Gostivar përsëri të përdoret për pije. Në drejtim të stabilizimit, rivendosjes dhe ruajtjes së cilësisë dhe sigurisë së ujit, i rekomandohen ndërmarrjes publike komunale të Gostivar që të rrisë prodhimin e ujit të patrajtuar në përputhje me kapacitetet në dispozicion dhe mundësitë teknike të sistemit të furnizimit me ujë. Gjithashtu, qytetarëve u porosit që para se të përdorin ujin për pije, ta lënë të rrjedhë nga çezma për disa sekonda, veçanërisht nëse uji nuk është lëshuar për një kohë më gjatë nga ajo çezmë konkrete. Kryesuesi i shtabit lokal të krizës Zudi Xhelili u shpreh kënaqur që Gostivari po e kalon krizën me ujin e pishëm. Ai tha se kjo ka qenë një periudhë e vështirë për qytetin, por se bashkëpunimi ndërmjet institucioneve ka mundsuar kalimin e situatës. Si koordinator i shtabit lokal të krizës, sot dua të shpreh kënaqësinë time të veçantë që pas një periudhe të vështirë dhe angazhimit të përbashkët të gjithë institucioneve, qytetarët e Gostivarit më në fund do të mund të përdorin përsëri ujë të sigurt dhe cilësor për pije. Kjo krizë ishte sfidë serioze për qytetin tonë, por njëkohësisht tregoi se kur institucionet bashkëpunojnë dhe veprojnë me përgjegjësi, profesionalizëm dhe përkushtim, edhe problemet më të vështira mund të tejkalohen. I pyetur për mungesën e ujit në disa vendbanime të Gostivarit, Xhelili tha se ekipet e ndërmarrjes publike janë duke punuar për zgjidhjen e problemit me sasinë e ujit. Sa i përket kuantitetit të ujit, ekipet ndërmarrjes publike komunale, kryetari janë të angazhuar që sa më shpejt të zgjidhet çështja e kuantitetit të ujit, për shkak se disa pjesë të qytetit kanë mungesë të ujit. Dhe në këtë drejtim është duke u punuar që rezervuari në fshatin Bajnis të Epërme që sa më shpejt të vendoset në funksion dhe 4 vendbanime të kenë ujë të mjaftueshëm për pije. Ndalesa për përdorimin e ujit për pije ishte vendosur pas problemeve të konstatuara më herët me cilësinë e ujit në rrjetin ujësiasit të Gostivarit. Me rezultatet e fundit laboratorike dhe vendimin e autoriteteve, kjo ndalesë tashmë është hequr, ndërsa qytetarëve u bë thirrje që ujin ta përdorin në mënyrë racionale dhe të përgjegjshme, veçanërisht gjatë kësaj periudhe me konsum të shtuar.